në heshtje, larg syve të publikut, janë ata që çdo ditë përballen me të panjohurën. Ekipet e Forcës së Sigurisë së Kosovës, në veçanti njësia e deminimit, hyjnë aty ku të tjerët ndalojnë. Duke pas parasysh natyrën e punës së bëhet kompani deminimit, ka qenë sfidë në vete për shkak se kemi hyrë si tri në një botë ku nuk e kemi kuptuar shumë, kemi qenë ndoshta pak edhe me emocion për punën, me mjetët shpërthyese dhe dëshirën për të mësuar sa më shumë për to. Petrit Logja, një nga pjesëtarët me përvojë në njësinë e deminimit, flet për fillimet, kur trimëria ishte më e madhe se përvoja dhe rreziku. Ka momente ku sfidohesh, ka momente ku testohet kurajoja gjatë shërbimit në këtë njësi. Nuk është turp edhe t'jesh i sfiduar, po është turp nëse nuk provon ta tejkalosh. Kështu që besoj me ndihmën edhe të instruktorëve që nga ditët e para, po edhe të kolegëve, edhe të zinxhirit komandues, edhe gjithëve që bëjmë pjesë tu, për shkak se jemi si një familje e madhe për krajet njëri tjetrit, ka qenë e mundur që të kalohen këto sfida. Misioni i kësaj njësie është i qartë, të pastrojë tokën nga kërcënimet që kanë mbetur pas luftës për të shpëtuar jetë. Planit, ku dyshohet për një mjet shpërthys të kalibrit 82 mm mortaj, merr ekipën, kryj përgatitjet edhe vazhdo sipas planit. Vazhdo. Ekipa, sapo kemi pranuar një mesazh për intervenim në formën liçin në komunën e Gjilanit, në koordinata 34 të EM 43600 84 ku dyshohet se kemi një mjetë mortaj 82 mm, e cila paraqet rrezik jo të konsiderueshëm. Tire që kemi planuar rreshtohet kategorisë drejt të intervenimeve, besoj pajisjet specialistike dhe autometi janë gati. Marrin pajisjet individuale dhe vazhdojmë. Misioni i kompanisë deminimit të FSK-s është largimi i mjeteve të pashpërthyera, deminimi dhe largimi i mjeteve nga zonat e fushbetejës. Po ashtu kemi mision që të ofrojmë edhe edukim për rrezikun ndaj minave dhe mjeteve piroteknike, ku dhe kemi ekipe që rrinë gatishmëri për largimin e mjeteve shpërthyese 24/7 në rast se gjenden nga banorët e Kosovës. Rrëfimi dhe emocionet e tij janë të forta, po aq sa guximi që patën kur hasën në bombën më të madhe që kishin parë ndonjëherë. Realisht, çdo intervenim e ka atë rrezikun e vet, por në rast se do ta veçoja, kishte më qenë bomba e madhe 900 kg që kemi largu nga tuneli e kurudhor në Merdare, ku pastaj është organizuar një operacion i veçantë për shkatrimin e saj, ku vetë masa e saj dhe është ndër llojet më të mëdha të bombave që zgjujt Kosovë ka shtu atë adrenalinën dhe atë rrezikun normalisht,
po me bashkëpunim që kishim edhe me pjesëtarët tonë, po edhe me pjesëtarët e këfurit Amerikan nga kampi i Bonstilit, ku së bashku me ta, shkak se kishte qenë bombë amerikane, kemi intervenuar së bashku edhe e kemi arritë që pas shumë orësh ta largojmë në 30 dhjetor 2021, edhe ka përfunduar operacioni në mënyrë shumë suksesshme, edhe sot e kemi një pjesë të asoj bombe që kemi ruajtur trashëgimi për ta kujtuar ditë, se kemi largu një rrezik jashtëzakonisht madh, sidomos në një zonë jashtëzakonisht të frekuentuar në Kosovë. Një tjetër zë në këtë histori është Mimoza Terzia, një nga gratë e para në këtë njësi të rrezikut të lartë. Besom hala nuk e harroj. Është një arritje e ëndrrës teme që ka qenë që besom që edhe sot kur zgjohem mëngjes kam frikë se mos po më qenë dikush prej ëndrrës me ma desh uniformën. Do të ka qenë një ëndër e jamja me vesh uniformën. Është një ndjenje pa përshkrueshme kjo pjesa e rrezikshmërisë që unë s'muj me qujt edhe që është punë e rrezikshme, se për mua është një nder edhe privilegj me bo këtë punë edhe këtë detyrë që më jep një krenari jashtëzakonisht madhe që me ditë që jam këtë detyrë këtu ku jam sot. Në nënpërzirjen e emocioneve, ajo flet për përgjegjësinë e madhe që ndjen, jo vetëm si ushtare, por edhe si bijë e motër. Ajo ka qenë çdo herë që në mëngjes kur nisëm për me shku në punë, kthehena i shikojt familjarët edhe njerë se puna jonë është aq e rrezikshme se nuk di ndoshta a kthehemi edhe njerë në xhirin familjar, po fatmirësisht që për kushtimin detyrë edhe fal kolegëve që i kemi pas, instruktorëve tanë, edhe që jemi sot pa asnjë aksident nuk na ka ndodhur. Në kujtesë mbetet edhe këshilla e nënës para çdo daljeje në terren. E mbaj mend edhe dita e parë kur kemi dalë në terren për pastrimin e fushës të minuar, do thotë ka qenë edhe ajo mendimi apo si them kujdesi i prindve që më thirr nona në telefon edhe më bën qika eme mos u gut qysh i ki zanata, me dal punës përpara, po prite me rend që do të thotë e kuptojmë ato që janë kanë edhe ata shqetësuar për detyrën që e kryjmë, po fatmirësisht po them dashuria për punën na ka bëu këto që e bëjmë me plot vullnet atë punë, pa thash se e kena ka përcy frikën. Kjo është tash nder për neve me bëu këtë detyrë ku jemi. Por disa momente nuk harrohen kurrë. Jam pikërisht ato qaste ku lën gjurmë të thella, si ajo ditë në mes të luftës. Organizuam përmes shokëve një takim timin me familjarët e mi, pra nënën edhe babajnë. Në fakt, atë sikletin më të madhe kisha se qysh do ta kuptonin kthimin tim ata. E di që nuk kam pas as më të vogël pikpyetje në raport me formësimin tim për vendin, mirë po tash kthimi në një situatë kur ata nuk e dinin ku jam, për shkak që ata nuk kishin kontakte për 2 muaj me mua në atë periudhë. Unë kisha shumë pasiguri edhe mjeku se si do ta pranonin vendimin tim që jam kthyer në Kosovë për t'ju ftuar. Dhe më kujtohet që unë tentova që t'i bin, që t'rregoj arsyen, çka më ka shtyrë që të kthehem, dëshirën për liri, vullnetin për të mbështetur ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe për të qenë pjesë e saj. Dhe baboj fjalën e parë që më tha, dhe që për mua ishte ajo pika e kthesë më dhe motivuese, ishte që s'kesh ka më tregon me tutje, unë prej sot jam ushtari.
Në këto rrëfime përmbledhet gjithçka, nderi, përulësia dhe lidhja që mbetet për te gradës. Në këtë rrugtim të vështirë, ata nuk kërkojnë famë, kërkojnë siguri për të gjithë ne. Ata janë FSK-ja, forca e heshtur që mban mbi supe paqen dhe jetën. Ata janë deri dhe krenaria e Kosovës.